401 herë ki thirë, moj? Po, pra, kom thirë, se ty meriton me të thirë. 400 herë? 400, 500 do të me ta, bravo të qoftë që e pranove edhe e dëgjojnë krejt njerëzit këtë gjë. Hajde të bëjmë muhabet, qa? Hajde po bëjmë muhabet, jam vetëm shpes se e kom pauzë që tash, edhe unë ty të thras, gjithë thras, kur e kom pauzë edhe s'muna me të marë. Ku je në pauzë? Ku je? Në Gjermani jam, punoj e vëzite autobusin. Isha pas shef me bo punën tonë. E qa ke dasht me thonë që ke provu kaq shumë me thirë disa? Po, gjithë shka, për shambull, une jam kon shumë frigacake në kohën e luftës, kom ikë prej luftës. Më vjen keq prej krejt shqiptarëve. Po, fati, mas luftës u ktheva, e u takova me një ushtar të QK-s. Aman. Edhe e bona bavë të fëmijëve të mi. O, zot! Edhe situata u prish Madrid, erdhëm në Gjermani. E kur erdhëm në Gjermani, asni gjoz dhe shumë me thonë. Edhe u dashtëmja fillu me punu këtë një jetë 3, edhe fillu më punën fillimisht që anisë me pastru. Te për bukur po fletu, knaqa. Edhe unë u knaqa me ty. Ade s'ka po mbimë në ata që janë të prit pasione që kam prit me folë me ty. Jo, me siguri edhe ata po pajtohen që po fletë shumë. Po edhe unë e pajtona me ty, po do ashta fillimisht me thiroj shot ty, se ti e meriton me thirë diçka shumë një amën të malë, po që ja fillum muhabetin. Edhe fillu me punu këtu, tani kish fillu me ardhë dhe një fëmi tjetër, edhe lash aty se punisha një laborator. I shko një zvet, ha? I shko një diqës rrugës. Ka njerë kërë po vlasdrojnë fëmija, po në vetë burë, po thëtë, ku i mori këta fëmi, po thonë që aty ku i kelon. Që aty i ko marë. Po, zotit shqyqër, falimderit zotit madh, erdh djali njët 5 kilogram. E kom pas një grut kusherinit të ke fat bardhës i rritet në fush, e fat zezës i rritet në gush. E une... Që i pas këtë fjallë. Po, filloj jeta shumë mirë. Deri sa një ditë kur djali pak para se mi bo një vjetë, rrug një temperaturë e madhe djalin, 41 gradë, nuk ju largoj ke, ish dite premte. Edhe djalit nuk i zbret temperatura, nuk i zbret. E marrëm e qojmë premte në spital, e qojmë shtu në spital, e qojmë dilë në spital, për shdo ditë temperatura nuk ju e ke, është një virus. Edhe aj nuk doj ke asësi me na nuk doj ke kur qysh me na nal djalin në spital. Edhe kish pas djali me një ngit, edhe u dasht me najt spital, edhe tani unë natë ciklet, unë të smuhna prej veshkve. Edhe shkojt e mjeku, kur shkojt e mjeku, sa të kini gurin vesh, ma do një infuzion edhe unë i hupi syt. Nuk mëna me pa ma, as një gjo. Thoj thire burin, për mënë nuk isho numrin, këshire ku të shkruan që kjo emër edhe e thirni, ata e kanë thira, i su bu 10 minuta ardhë burë, shkova në spital, e më rëmemen, ardhë më murë aje ndihma shpejt, edhe dhe tonë kohën aty në që ishin ndihmën e shpejt, tonë kohën të ju thonë që edhe sa më vinë syt, tash këta ka shumë profesionist, edhe ata për me qëtësu, njoni ma vike aty, edhe unë e këtë rast e kom pas, për 2-3 orë të vinë syt, adin. O, zoti madh. Nejse, më erdhën syt edhe më thanë e kini gurin vesh, edhe ai guri nuk më lejtë rahat. Jetu nga përplasja ato valë të mdhaja në Albatros. Shkom qa me të bërë, sot e ke pas patin me pol me mu. A ka mundësi epizodën e dytë, ta ndëgjojmë në nesër? Nesër, në kohën e njëjtë, unë thras ty. Vazhdojmë me epizodën e dytë. Pas nesër me të tretën, deri sa t'i bim fund? Në regull. Falem, të qysh kjo mëre.